Një ditë para protestës së studentëve, kryeministri Mickoski deklaroi se grupi i ekspertëve po punon për një zgjidhje kushtetuese për këtë çështje. Partitë komentojnë protestën. Skender Recep Zeid deklaroi se po luftojnë për të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe. Zëvendës Ministri i Arsimit deklaroi se studentët nuk duhet të politizohen. Kryeministri deklaroi se masa e fundit qeveritare pengoi rritjen e çmimit të derivateve të naftës. Sipas opozitës, këto e masa janë të bonuara. Forcat amerikane e kanë shpëtuar edhe pilotin e dytë të një avioni luftarak i cili u rrëzua ditë më parë në Iran. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55 në televizionin Shenja. Në Shkup, nesër mbahet protesta e studentëve që po kërkojnë të drejtën e mbajtjes së provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Këtë çështje ka komentuar sot kryeministri Kristian Mickoski, i cili ka deklaruar se kanë formuar grup të ekspertëve të kushtetutës, të cilët po punojnë për një zgjidhje që do të jetë si kushtetuese, ashtu edhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kreu i qeverisë ka deklaruar gjithashtu se është hipokrizi që kjo protestë mbështetet nga partia opozitare, e cila këtë problem nuk ka arritur ta zgjidhë për më shumë se 2 dekada. Një ditë para protestës së paralajmëruar të studentëve, kryeministri Kristian Mickoski u bëri thirrje atyre që të mos lejojnë të jenë mjet në duart e një partie politike që jeton në shekullin e kaluar. Ndërkaq i siguruai studentët për zgjidhje të këtij problemi, gjithsesi se siç tha kryeministri, si qeveri kanë formuar grup të ekspertëve të kushtetutës, të cilët po punojnë për një zgjidhje që do të jetë si kushtetuese, ashtu edhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Второ, koje što isto tako je važno, je da kažeme дека студентите своето високо образование го оформиле на својот мајчин јазик, во случајот албанскиот јазик. Трето, претходната влада донесе еден закон, тоа е законот за јазици, кој што знаете дека е предизвикан пред Уставниот суд и токму е предизвикан на оној дел кој што се однесува во правосудството. Четврто, знаете дека за тој закон имаме мислење негативно од страна на Венецијанската комисија, која што вели дека треба да се напушти билингвализмот, односно двојазичноста во рамките на правосудството, бидејќи има предизвици. Тие предизвици се најчесто поврзани со владењето на правото. Ndërkohë ai vlerëson se është hipokrizi që kjo protestë mbështetet nga partia opozitare, e cila këtë problem nuk ka arritur ta zgjidhë për më shumë se 2 dekada. Овој протест, за жал, гледам дека е силно поддржан од една опозицијска политичка партија, која што повеќе од 20 години не успеа да го реши тоа прашање и сега би рекол лицемерно да на овој начин комуницира со јавноста. Protestën për provimin e jurisprudencës që të njëjtit të mund ta japin në gjuhën shqipe, studentët shqiptare kanë paralajmëruar për të hënën. Studentët në daljet e tyre publike kanë bërë thirrje që partitë politike mos ta përdorin kërkesën e tyre për ta politizuar. Për protestën e studentëve kanë shprehur qëndrim edhe partitë politike. Deputeti nga radhët e Frontit Evropian Skender Recep Zeid ka deklaruar edhe në kuadër të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut nuk do ndalen se insistuarin në drejtsinë e barabartë kushtetuese dhe ligjore për gjuhën shqipe. Ndërkohë, Driton Sulejmani, zëvendës ministri i Arsimit, ka shkruar se studentët kanë të drejtën e plotë për kërkesën e tyre që provimin e jurisprudencës ta japin edhe në gjuhën shqipe, por u ka bërë thirrje që të mos bien në ndikimin e partive politike. Deputeti nga radhët Frontit Evropian, Skender Recep Zeid, ka premtuar se në kuadër të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, vazhdimisht do të ngrejë zërin dhe nuk do të ndalen se insistuarin në drejtsinë e barabartë, kushtetuese dhe ligjore për gjuhën shqipe. Dëshmoj se vendimi juaj është edhe më i guximshëm se të gjithë veprimet tona politike. Shprehim mbështetjen e plotë për protestën tuaj studentore, sepse shumë herë gjatë historisë, rruga e ka shfaqur realitetin e hidhur të diskriminimit shtetëror dhe institucional, ka theksuar deputeti Rexhepi. Thjesht është për Ministrinë e Drejtësisë. E sjell një akt nënligjore, formon një komision i cili u mundson studentëve që të japin provimin konform kushtetutës dhe gjuhës. Është thjesht, aktet nënligjore nuk i sjell Kuvendi. Aktet nënligjore i sjellen organet përkatëse.
Prandaj, në këtë vijë është e thjeshtë, nuk du që të kemi nevojë të kundërshtohemi për çështjet që janë shumë. Ndërkohë, Driton Sulejmani, zëvendës ministri i arsimit, ka shkruar se studentët kanë të drejtën e plot për kërkesën e tyre, që provimin e jurisprudencës ta japin edhe në gjuhën shqipe, ndërsa kanë të drejtë të plot edhe të protestojnë për kauzën e tyre. Për dalim nga më herët, tani pa frikë dhe lirshëm mund ta shprehni vullnetin tuaj, kujdes nga opozita pa busull dhe argatet e saj, të cilët po mundohen të dalin pak në dukje dhe të mbledhin ndonjë pikë politike, e që as pak nuk e kanë hallin për kauzën tuaj. Edhe një lutje, lërini thirrjet e kota të tipit bëhuni bashk opozit, sepse nuk mund të bëhen bashk ata që ju kanë lënë në këtë situatë dhe ata që po mundohen t'ju gjejnë zgjidhje për problemin tuaj. Ka reaguar edhe koalicioni Vlen, i cili thekson se për këto gati 2 vjet në opozit, BDI nuk ka lënë gjë pa keq përdorur. Sot, pa asnjë kredibilitet moral, përpiqet të instrumentalizojë edhe një çështje që vetë e ka lënë peng, e njëjta parti me disa ministra të drejtësisë. Sot derdh lot krokodili për një problem që nuk e zgjidhi kur e kishte gjithë pushtetin në dorë, theksohet në reagimin e Vlenit. Edhe Unioni i Gazetarëve Shqiptar ka mbështetur protestën. Unioni ka reaguar me shqetësim ndaj mosrespektimit të vazhdueshëm të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, duke konsideruar këtë fenomen një shkelje serioze të drejtave themelore dhe parimeve kushtetuese të shtetit. Sipas UGSH-s, praktikat e deritanishme përbëjnë akt goditës ndaj të drejtave bazike dhe janë në kundërshtim me parimet e shtetit të së drejtës. Në deklaratën vizohet se një vend kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian nuk mund të tolerojë cenimin e një të drejtë themelore, siç është përdorimi i gjuhës e garantuar me kushtetutë. Qeveria ka mbajtur sot një seancë të jashtëzakonshme ku është vendosur për uljen e aksizës së naftës për 4 denar dhe të benzinës për 2 denar për litër. Kryeministri Kristian Mickoski ka deklaruar se nëse nuk do të ulnin akcizën, litra e dizelit do të kushtonte rreth 102 denar për litër. Ndërkohë, kryetari i LSDM-s Venko Filipçe i ka cilësuar të vonuara këto masa. Kur paralajmëruam se ato duhet të futen në fuqi në kohën e duhur, siç kanë bërë edhe shumë vende në rajon, qeveria u bë e shurdhër, deklaroi kreu i opozitës. Ashtu edhe siç u paralajmërua, qeveria në seancën e sotme vendosi për uljen e akcizës së derivateve të naftës. Gjithsesi, akciza e dizelit ulet për 4 denar, ndërsa e benzinës për 2 denar për litër. Nëse nuk do të ulej akciza, kryeministri thotë se litra e dizelit do të kushtonte rreth 102 denar për litër. Po ashtu njoftoi se kanë marrë vendim edhe për zgjatjen e masës për uljen e TVSH-s në 10%. Me qenë se kanë kaluar 2 javë që kur norma të TVSH-s ul nga 18 në 10%, dua të informoj publikun se po e zgjasim masën deri në fund të krizës, e cila pritet të skadoj rreth datës 20 prill. Pra, po e zgjasim normën e reduktuar të TVSH-s nga 18 në 10% dhe në të njëjtën kohë kemi marrë një vendim që lejon një ulje të akcizës për naftën me 4 denar dhe për benzinën pa plumb 95 dhe 98 oktan me 2 denar për litër, gjë që do të ndihet në mënyrë dramatike në çmimin e benzinës. Gjithashtu bëri me dije se janë marrëvesh me Oktan që uljen e derivateve ta vazhdojnë deri në fund të prillit. Gjithsesi, ulje për dizelin 3 denar dhe 2 denar për benzinën. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe mbetet në qendrimin se këto masa të qeverisë janë të vonuara dhe jo efikase. Sipas tij, këto masa janë marrë tepër vonë, që të mund realisht të mbrojnë standardin e qytetarëve. Merkite se zakasniti. Masat janë të vonuara të pamjaftueshme dhe nuk do të kenë absolutisht asnjë efekt, sepse spirali e rritjes së çmimeve ka filluar tashmë, kur paralajmëruan se ato duhet të futen në fuqi në kohën e duhur, siç kanë bërë shumë vende në rajon. Qeveria u bë e shurdhër, thjesht nuk na dëgjoi dhe kjo është arsyeja pse ekziston kjo situatë. Kryeministri informoi se javën e kaluar konsumi i derivateve të naftës arriti në një rekord prej 2 milion litrave në ditë. Për ndryshe çmimet e reja të derivateve të naftës, Komisioni Rregullatori i Energjetikës i publikon të hënën. Drejtuesi qeveritar kanë deklaruar se deri në qershor do të përfundojë linja e parë e projektit treni urban nga Zelenikova deri te stacioni hekurudhor i Shkupit. Zëvendës kryeministri Aleksandr Nikolovski theksoi se me furnizimin e autobusëve të rinj, ideja është që transporti të kombinohet në mënyrë që frekuenca e trenit urban të jetë çdo një orë.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikoloski ka deklaruar se deri në qershor do të përfundojë linja e parë e projektit treni urban nga Zelenikova përmes Draçevës, Kiselavodës dhe aerodromit deri te stacioni hekurudhor i Shkupit. Zëvendës kryeministri së bashku me kryetarin e qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, dhe drejtorët e dy ndërmarrjeve hekurudhore kanë kryer inspektim në rehabilitimin dhe rindërtimin e linjës së parë të projektit. Nikoloski tha se me furnizimin e autobusëve të rinj, ideja është që transporti të kombinohet në mënyrë që frekuenca e trenit urban të jetë çdo një orë. Është kënaqësi të shihet se projekti po përparon mirë. Në vitin e kaluar kur e filluam këtë projekt, premtuan se linja e parë do të përfundojë deri në qershor dhe kjo do të realizohet. Dua të fillojmë ta mësojmë opinionin që projektet të përfundojnë brenda afatit të parapar dhe siç po e shihni, projektet që kjo qeveri i nisi i përfundojnë në kohë dhe po ecin me një ritëm të mirë. Kurse kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, theksoi se kjo ka qenë një premtim i dhënë para zgjedhjeve lokale dhe është i kënaqur me dinamikën e shpejtë të realizimit. Kjo do të thotë një alternativë re për qytetin e Shkupit dhe një mënyrë alternative që qytetarët e këtij rajoni të arrijnë më shpejt te qendra e transportit. Sinqerisht, në fillim mendoja se projekti ishte ndoshta shumë ambicios, por duke parë se si po zhvillohen punët në terren dhe duke ndjekur me kujdes këtë dinamik, mund të them se ajo është mbretëslënëse ashtu si dhe qasja me të cilën po realizohet i gjithë ky proces. Po ashtu, drejtori i NP Hekurudhat e Maqedonisë Infrastruktur, Sinisha Ivanovski, ka theksuar se punimet në segmentin e parë me gjatësi prej 25 kilometrash po zhvillohen sipas afateve të parashikuara dhe për këtë arsye beson se do të përfundojnë në kohë ashtu siç është planifikuar. Prokuroria Themelore Publike në Veles ka njoftuar se ka nxjerrë urdhër për zhvillimin e procedurës hetimore kundër 2 personave për veprën penale prodhim dhe shpërndarje pa autorizuar e drogave narkotike. Nga prokuroria thonë se të dyshuarit së bashku kanë kryer transport të paligjshëm të rreth 65 kilogramëve marihuan dhe janë zbuluar në pikën e pagesës rrugore pranë Grackos. Prokuroria theksoi se i dyshuari i parë, një 38 vjeçar nga Shkupi me një automjet me targa të Shkupit, e transportonte drogën të paketuar në 4 çanta të mëdha. I dyshuari i dytë, një 55 vjeçar nga Kavadari, në rolin e paraprisit me një automjet tjetër, kishte detyrë të paralajmëronte për kontrolle të mundshme, njoftuan nga prokuroria. Prokurori publik i ka paraqitur gjyqtarit të procedurës parapraki në gjykatën themelore në Veles propozim për saktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin e parë. Moti në Maqedoninë e Veriut është i ngrohtë pas disa ditësh pa qëndrueshmërie dhe të ftohti. Sot përmban mot me shumë diell dhe temperatura të këndshme. Sipas parashikimeve të fundit, moti do të jetë me diell dhe i ngrohtë me pak deri në mesatare vranësira lokale. Gjatë ditës do të fryejë erë dobët deri në mesatare nga veriu, e cila do të ndihet her pas here, por nuk do ta prish ndjeshëm për shtypjen e motit të qëndrueshëm. Temperaturat pritet të jenë rritje dhe në shumë vende do të kalojnë 20 gradë. Forcat amerikane kanë shpëtuar edhe antarin e dytë të ekuipazhit të një avioni luftarak F-15, i cili u rrëzua ditë më parë në Iran. Duke përfunduar një mision shpëtim kërkimi luftarak me rrezik të lartë thellë brenda tokës së armikut, presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje Iranit dhe një herë që të lejojë anijet të kalojnë ngushticën e Hormuzit. Ha njoftoi se e marta do të jetë dita e termocentralit dhe dita e urës. Me sa duket kjo një paralajmërim për infrastrukturën iraniane. Hapeni ngushticën e mallkuar, ju bastard të çmendur, ose do të jetoni në ferr, do ta shikoni, ka shkruar Trump. Ndërkohë, mediat në Iran kanë raportuar se SBA kishte propozuar një armë pushim 48 orësh me Iranin më 2 prill përmes një vendi të tretë. Duke cituar një burim të informuar, agjencia gjysmëzyrtare Fars News Agency raportoi se propozimi erdhi pas përshkallëzimit të tensioneve dhe sfidave me të cilat përballen forcat amerikane në rajon. Sipas agjencisë, Irani nuk ju përgjigj me shkrim, por reagoi në terren duke vazhduar sulmet e rënda.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të dielën se është gjetur një lëndë plasëse me një fuqi të madhe shkatëruese gjatë një hetimi rreth kërcënimeve ndaj infrastrukturës së gazit në afërsi të kufirit me Hungarinë. Mendojmë se e dim se cilit grupi përkasin individët që supozohet të ndërmerrnin hapin e fundit në aktivizimin e eksplozivëve. Qëllimi ishte të dërgohej një mesazh politik. Do ta ndëshkojmë rënd këdo që kapim, tha Vučić. Ai theksoi se e ka njoftuar për këtë kryeministrin hungarez Viktor Orban përmes një bisede telefonike. Orban tregoi më vonë se ishte njoftuar nga Vučići për këtë. Shikues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve, ndërsa sërish do të shihemi në edicionin qendror. Deri atëherë, miru takofshim.